Vlen përmes një kumtese akuzoi Arben Taravarin për standarde të dyfishta, duke thënë se dikur akuzonte pushtetin për problemet me ujin në Gostivar, ndërsa sot nuk merr përgjegjësi politike për situatën. Nga kjo parti ushtruan pyetje lidhur me premtimin për ndërtimin e 2 rezervuareve dhe me, siç thanë, 7 milion euro ndihmë nga Zvicra. Vlen kërkon përgjegjësi, transparencë dhe zbardhjen e plotë të rastit, duke theksuar se qytetarët meritojnë ujë të sigurt dhe institucione funksionale. Djek sa e di kam pas një mbledhje të regionit të Apollogut, ku vëjnë pjesë gjithë kryetarët e komunave për vlerësim të situatës, ndërsa sa i përket ja lëm institucioneve kompetente të vlerësojnë gabimet, lëshimet dhe normal edhe përgjegjësitë. Nga ana tjetër, deputeti i VMRO-DPMN-s Brane Petrushevski akuzoi LSDM-n, BDI-n dhe Arben Taravarin sepse nuk kërkojnë përgjegjësi nga kryetari i komunës Valbon Limani. Građaните заслужуваат одговори, а не двојни стандарди. Зошто СДС, ДУИ и Таравари не бараат реакција од општината за скандалот? Зошто општината по 3 дена, од кога сите дознаа за скандалот, се јави со пресконференција? Зошто општинските служби немаат со прст мрднато? U kundërpërgjigj kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, i cili akuzoi qeverinë se sistemi shëndetësor është në kolaps dhe nuk po e mbron shëndetin e qytetarëve. Ai tha se rasti me ujin në Gostivar tregon dështime sistematike. Ова што се случи во Гостивар не е само еден изолиран случај. Станува збор за системски знаци, би рекол, на неефикасност. Основната функција на здравствениот систем, а тоа е да го штити здравјето на граѓаните, очигледно дека како функција е нарушена. Во однос на општите состојби. Недостаток на лекови. Одлагање на тајминзи, временски периоди во кои што се прима соодветна терапија поради недостаток на лекови на повеќе клиники. Пациенти кои што со месеци чекаат да стигнат до хируршка интервенција поради тоа што нема капацитет. Што од кадар, што од инфраструктурен капацитет. Ndryshe që në daljen e parë, kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani, kërkoi që rasti në Gostivar të mos keq përdoret për tema politike, ndërsa dje tha se prioriteti i tij mbetet shëndeti i qytetarëve dhe që Gostivarasit sa më shpejt të kenë ujë të pishëm.